Të nderuar, sot do të flasmi për asdisje, një shembull që Allahu e përmend në Kur'an, një dialog që zhvillohet mes dy shokëve, e që njëri është përkujtues e tjetri asdiset pas shumë të mirave që Allahu ja jep atij. Asdisja që njeriu e bën mendje madh, njeriu e çon kundrejt asaj me haru Allahun azza wa jall, që njeriu e çon kundrejt asaj mi mohu të mirat e Zotit e me janë vesh vetës dhe me thonë unë e kam bon, që e çon kundrejt asaj mi marri natë fukarat, e që mu bom mendje madh, e që mi nënçmu të tjerit, deri në atë nivel sa që mund të pretendon njeriu kur të asdiset që është edhe Zot, si që ndodhi me faraonin. Para një kohë e pyeta një njeri që ka pas një kohë pushtet shumë të madh dhe i thash çfarë ndodh me njeriu dhe si mundet që pushteti me bo ma të keq. Tha fillimi është i mirë dhe hin me një jetë të mirë. Pastaj fillon mi nënçmu njerëzit e thjesht, ki qef me net vetëm me njerëzit mëdhej. E pastaj haron që ki me dalë ndonjëherë pi atyt dhe nuk njeh më kufi dhe mendon se fuqia dhe forca jote s'ka më fund. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an për një njeri të tillë: "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada." Pastaj vazhdon thot: "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima." Allahu akbar. Sa posh mund të bie njeriu. Thot Allahu tregon për këtë njeri dhe hyri në kopshtin e tij, në mallin e tij, në çiftlikin e tij dhe pa shumë pasuri dhe shumë të mira që Allahu ja kishte dhënë atij. Tha, kur s'ka me marrë ma fund, mu m'ka marrë ma e përpjeta dhe unë më e kum ndjerë në punë në dy zend. S'ka ma kush ma upë mu madhen, unë më zengin. Këshire, kur e pa gjithat pasurit të madhe, tha mos i kur unë s'ka. Kam ri postin, s'marrë ndorë më kërkan. Kam ri pasurit, që kam dhunë ve fukarat, leja ata, ik be mësri me ata. Bile të të ogjë, ribe ti me vi pari, mësri me obiqni njerëzi me të thjesht, riti me vi pari. La ilaha illallah. Sa përfundim të keq kanë këta njerëz. Wa ma adhunnu sa'ata qa'ima. Nuk ndalë të këshirë me ndje madhësia. Edhe tha edhe kiamet ta s'ka. S'prishit kjo dunjo kur, se pasuria e me une s'kina fund. La ilaha illallah. Boni qufër. Një pas të merë, e thirë selam aleikum, pa urdhëna për shëndetje. Ej, alo, selam aleikum, që këto musliman të votu, o ti, ku je ti? Ti një mëjmë një fukarasin e vojtarit, ta menojmë ta shofëm, ej, ka dale. Si të kaloj, si ta merë postin e haram popin miletin, s'kam vakt. Po kusht ka quti ati, që këto fukara, që këto halë gjitë kanë zjedh me bo një jetë ma të mirë. Se me ndo se pushteti s'ka fund, pasuria s'ka fund. I tregon haram halal, se kupton t'jo gjo, biznisin, metodat e reja, bota ka esë për para, na du të me bo forcën, o vla jem, Allahu azugje, o gjor, lebe ato janë kom për në atë vakt, shashtana, të tër vaktina. Dhe momentin kur njeri ju haron, se kush është kryu e si ti, a i cili ndërpret raportet me Allahun azugje, Allahu e shkëput nga mëshira e ti atë njeri, dhe a i cili ndryshon edhe Allahu ndryshon trajtimin e ti ndaj ati njeri ndaj asoj kryese. Del në Evropë, i thua vlajem namazi, agjerimi, mbulesa, o gjo lejet i shtaj. Në Evropë, kjo, nuk kina ne sikur atje ka Arabia, sikur ajo lindja e mesme. O vlajem, ku do që jeti tje robi i Zotit, ndryshon o gjo këto. Dhe me ka ti su dashka me adhuru Allahu në azë vëgjel. As diset nga të mirat që Allahu ja ka dhonë, pse ka pa një dinare, një dirheme, një euro, një frang ma shumë, s'me ndor as din, as iman, as hoxh, as mat mat, as mat dishëm, s'me ndor as kënd. Po dhe zërdashë, kjo është e asdismja. Dhe kjo është ajo pika ku na merë neve e keqja për para dhe na shkatron. Dhe na prish dhe na ban helaq. Allahu azugel sa të mira na jep. Dhe i thua vlazën, mos një darës ma të kështun. O gjo, sot e kina natë feste, mos na u përzi, losh kam, pas zotin, o gjo. Po sonte na kina melon dinin dhe imanin. Pse Allahu na ka dhonë këtë mirësi dhe begati me bo një darësëm. Po këtë darësëm, këtë evlat dhe këtë bi, kush ta dha dhe kush ta mundësoj që me pasti afer vetës dhe në mesin të këtë pasuri, kush ta dhuroj, o vlavjem.
Ti në vetë Allahut me u tregu falëndëru sonte, kur është kurora dhe kurorëzimi i dhe bashkimi një qiftit të ri, ti Allahut ja kthen me të keq. Sikur se i thu Zotit madh, sonte smuj me të ngunë e ti. S'po ta adhurej, se sot unë e qef du me bo. La ilaha illallah. Ç'kjo është asdismja? Ç'tu vjen gazepi, ç'tu vjen idhërimi, ç'tu vjen ndarjet pastaj, ç'tu vjen sihiret pastaj, ç'tu vjen sheri, ç'tu vjen beladismja, e ç'ktu sa dush më andej vazhdoja. E Allahu azza wa jall thot: "Fa qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. A kafarta billadhi khalaqak?" E i tha shoku i vet, që i kishte afër, i cili mundoheshte ta këshilloje. Si be vëlla, shok tha, i të i boj qufër Zotit, i cili ty të ka kriju. Allahu ti ka dhonë këtë të mira, si bosh ti? I asdisun dhe i mohon të mira të Allahut azza wa jall. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha qala ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Thot Allahu azza wa jall, Allahu ja shkatëroi krejt pasurinë që e pat. Dhe shkoj, im sheke durve të veta kështu, kuku, qka bona, qka u bo, kështu, durve vabeka, aman, qka u bo, qka u bo, vetës ja bona. Se atë natë kur dash ti mu thonë falinderit Allahut, ti stave haram pa bon dars më në tonde. Qka i bone, vetës ja bona. Se kur e more postin, dhike mare me thonë, selam aleikum e menet me fukara. Qka bone, vetës ja bona, se Allahut i dha kitë mirat i dunjoh, ti shkove hine në kredi dhe në kamat, veç sa me dhonë ma shumë sadaka e erat me bo, ti shkove i bonë Allahut azza wa jall gjunah ma të madhin, që e uren e që thotë, kish pall luft robi jem, prejtë është ashtë luftën, dili zot. Filoj durve të veta, kështu me dhamë që kuku qka bona, vetës ja bona. Tha, sikur mos t'i kësha bo Allahut shirk, i ra në kryje, i ra zhitoni që ka bo. Tha, sikur mos kisha bo shirk, Zotit madh. O vllazën dashur, që shoki i mirë pa u bo voni, tha, ati shokit vetë, mos o vlla, mos ban kështu. Që shoki i mirë jam unë e sot, që po tha, mos o vlla, mos ban kështu. Mos o vlla, mos ban kështu se gabimi e, mos o asdis. Atë sa ma shumë të mirë atje pa Allahu, atë që ma i mirë dhe më i devotshëm dhe më mirë njohës bëhu karshi Allahut azza wa jall. Atë sa ma shumë të mirë banë Allahu azza wa jall, atë që ma krenar bëhu në medinin tonë dhe me imanin tonë. Atë sa ma shumë të mirë atë bënë Allahu, atë që ma praktikue si namazit e agjerimit dhe të simboleve të islamit bëhu ti o vllavi jem. Mosu asdis dhe mosu banë për buzës. Ko është në zetë, andaj shumë shkur të mundova me të regu këtë të regim gjigante madhështor. Zotë në ruje në udhëzo dhe mos në asdis. Mos në banë nga ata që asdisen, në banë modest, mirë njohës dhe bamirës në tokën qelë. E kullu ma të smeon, walhamdulillahi rabbin alemin.